Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin Betimi për drejtësi. Jemi në gjykatën themelore në Gjakov për të zhvilluar një intervistë me kryetaren e kësaj gjykate, zonjën Fëllanza Knushaj. Do të flasim për rezultatet dhe sfidat e kësaj gjykate. Zonja Knushaj, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Zonja Knushaj, cila është gjendja në gjykatën themelore në Gjakov për sa i përket ngarkesës me lëndë dhe punëve në përgjithësi? Nderuar, siç jeni në dijeni, unë së fundmi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në nëntor të vitit 2025, jam emëruar sekretar gjykatës themelore në Gjakov, dhe gjykatën themelore në Gjakov e kom gjetë si njënën prej gjykatave të shkallës së parë më të ngarkuara në vend. Nëse i referohem vitit 2025, gjykata themelore në Gjakov ka pranuar 8.874 landë dhe ka kryer 12.097 landë, që ka rezultu të jetë njëna prej gjykata më efikase në vend, me përqindje më të lartë kryerjeve të landëve për 138%. Mirë po, ajo shqetësimi si gjykat ka qenë landet e vjetra të trasheguara, ku në vitin 2025 janë trashegu 18.160 landë. Kur flasim për landë e trasheguara dhe që rezulton të jetë shqetësimi jonë më i madh në punën tonë të përditshme, i referohemi përipecive në vitet e fundit në për cilat ka kalu gjykata themelore në Gjakov. Dukuria e pensionimeve të shumta të gjyqtarëve, lëvizjet e shumta të gjyqtarëve, transferet dhe avancimet e gjyqtarëve kanë bërë që gjykata themelore në Gjakov të ketë numër jashtëzakonisht vogël gjyqtarëve në punë. Mbajnë mend në vitin 2023-2024 vetëm në seli të gjykatës themelore në Gjakov janë pensionu 5 gjyqtarë, duke lënë Gjakov me një numër të jetë vogël gjyqtarëve. Po ashtu, gjatë këtyre viteve jemi përballë si gjitha gjykatat në Gjakov me numër të jetë të madh të landëve që rrjedhin nga kontrata kolektive. Edhe kjo ka bërë që pavarësisht numrit të kryerjeve të landëve në gjykat, pavarësisht efikasitetit, shqetësimi më i madh të jetë zvogëlimi i landëve të vjetra, edhe këto landë që janë trashegu si rezultat i këtyre dukurive. Sa i përket gjendjes me resurse njerëzore, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vazhdimsi ka tregu gatishmëri dhe ka ndjek zhvillimet e lëvizjeve të gjyqtarëve në gjykatën themelore në Gjakov me degët e saj, dhe në vitin 2025 e quajmë viti i stabilitetit me gjyqtarë në gjykatën themelore në Gjakov së bashku me degë. Sa gjyqtarë janë aktualisht? Po, për momentin kam 26 gjyqtarë në gjykatë themelore në Gjakov me degë. 2 prej tyre janë ende në Akademitë të Drejtësisë dhe në fillim të vitit 2027 pritet të fillojnë me normë të plot. Njëri prej gjyqtarëve pritet që në korrik të këtij viti të transferohet në gjykatën administrative, edhe 2 gjyqtarë pritet të dekretohen pasi që kanë përfunduar gjitha procedurat të rekrutimit të tyre. Ndërsa sa i përket stafit mbështetës profesional, mendoj si gjitha gjykatat në nivel vendi, është pak numër i vogël i bashkëpunëtorëve profesional në gjykatë, nuk ka arritur që plotësisht të implementohen dispozitat e ligjit për gjykata, ku është përcaktuar që secili gjyqtar të ketë paktën një bashkëpunëtor profesional. Ç'është gjendja në Gjakov? Për momentin kam 20 bashkëpunëtorë profesional në gjykat, që nuk përkon me numrin e gjyqtarëve që janë në punë. Ndërsa po ashtu edhe me staf administrativ, nuk është se kemi mungesa të mëdha, po që po besoj të njëjtat veç me iniciativë të Këshillit Gjyqësor kanë filluar me u reduktu. Shqetësimin që përmenda më herët për landë të vjetra, nënkupton që me qenë se veç jemi stabilizuar me gjyqtar këtë fund vit dhe pritet të stabilizohemi fillim viti 2027, synimi është zvogëlimi i numrit të landëve të vjetra. Mbi ngarkesa që theksova më herët dhe numri i vogël i gjyqtarëve ka rezultuar me një numër të madh landëve të vjetra të trashëguara.
Ky numër i referohet çdo herë departamentit të përgjithshëm, divizionit civil, sepse në divizion penal në këtë departament e as në krimet të rënda nuk është se kemi pas mbi ngarkesë. Po ashtu, mbi ngarkesa e landeve civile i atribuohet shumë edhe mbi ngarkesës së degës së gjykatës në Maleshev. Dega gjykatës në Maleshev, si rezultat i lëvizjes që theksova më herët, ka operu për një periudhë gjatë kohore vetëm me një gjyqtar civilist dhe shtuar kësaj fluksin e madh lëndëve të kontratës kolektive. Tani me qenë se aty janë 3 gjyqtar, janë përdor me marrjen e mandatit tim, janë përdor disa modalitete në drejtim të zvogëlimit të lëndëve që rrjedhin nga kontrata kolektive, duke i ardhur në ndihmë të gjyqtarëve që mi u dhënë komoditet mi trajtu edhe lëndë e vjetra në procedurë, ashtu që 2 bashkëpunëtorë profesional përkohësisht janë transferuar nga selia e gjykatës në gjykatën themelore Dega në Maleshev, edhe që ky transfer ju ka dalë në ndihmë gjyqtarëve veçanërisht për vënien në punë edhe të lëndëve të vjetra, e që dhëna statistikore të muajve të fundit rezulton që ka qenë veprim i suksesshëm për degën e gjykatës në Maleshev. Pra ngarkesa më e madhe është në fushën civile, ndërsa në fushën penale ka një stabilitet dhe ka një ecuri shumë më të mirë të zgjidhjes së lëndëve. Po. Këto vonesa në trajtimin e lëndëve në fushën civile, sa marrin kohë që të zgjidhen? A ka një përllogaritje deri tash në bazë të ngarkesës lëndëve që e keni në punë, edhe numrit gjyqtarëve që e keni aktualisht në punë, se sa është një lëndë që qëndron në sirfat derisa të zgjidhet? Varësisht se për cilat departamente flasin, ndryshon edhe kohëzgjatja e trajtimit lëndëve. Për shembull, në departament për krime të rënda, departamenti për krime të rënda është përballë me problematikë të krimit të trupave gjykues. Por përkundër kësaj ka rezultuar që ky departament i ka në punë pothuajse gjitha lëndët dhe vonesat janë vonesa që hasin gjatë trajtimit të lëndëve, por jo vonesa për me i dhënë këto lëndë në punë. Sikundër që nuk ka vonesa edhe në departament përgjithshëm divizion penal, ku për momentin janë në seli të gjykatës themelore 2 gjyqtarë që trajtojnë këto lëndë në këtë divizion, e vonesat janë në departament përgjithshëm, në divizion civil. Nuk mund të themi për periudha sa zgjat një lëndë, por ajo që mund të them është se mbi ngarkesa e lëndëve në këtë lëmi numri i vogël e gjyqtarëve, edhe vënia e prioriteteve të zgjidhjes së lëndëve ka bërë që këto lëndë të i kalojnë afatet e arsyeshme për trajtimin e tyre, dhe gjykata themelore në Gjakov në trajtim të këtyre lëndëve ka vonesa të cilat po besojmë që me qenë se tashmë jemi stabil edhe me resurse njerëzore, do i evitojmë sa më shpejt që të jetë e mundur. Le të shpresojmë. Kryetare, sa lëndë të natyrës së korrupsionit i keni në punë dhe çysh trajtohen ato nga ana e gjyqtarëve? Në departament për krime të rënda, për momentin janë 11 lëndë aktive të korrupsionit. Në 2025 janë zgjidhur 9 lëndë prej tyre. Në planin e punës për vitin 2026 janë përcaktuar edhe mënyra e trajtimit të lëndëve, dhe vëmendje e veçantë i është kushtuar dhe lëndëve të kësaj natyre, ku është përcaktuar që gjitha lëndët në gjykatën themelore në Gjakov trajtohen sipas kohës së arritjes së tyre në gjykatë, përjashtimisht bëjnë lëndë e përcaktuar me strategjitë e Këshillit Gjyqësor, me ajo të përcaktuar përmes planit për përmirësim qasjes në drejtësi, edhe planit për strategjinë e trajtimit të lëndëve korrupsionit, keqpërdorimit detyrës zyrtare dhe krimit të organizuar, dhe është theksuar se nga ky parim bëjnë përjashtim lëndë të korrupsionit, të cilave i është dhënë prioritet absolut në trajtimin e tyre, dhe në baza mujore gjyqtarët e krimeve të rënda raportojnë edhe tek kryetari i Komisionit për implementim të planit strategjik për efikasitet të këtyre lëndëve. Në këto 9 raste që janë zgjidhur,
çfarë zgjidhjet të këtyre rasteve ka pasur? A janë liruar personat e akuzuar apo kemi pasur aktgjykime dënuese? Ka pas edhe aktgjykime dënuese, por ka pas edhe aktgjykime liruese, ka pas edhe hudhje aktakuze, siç e dini me largimin e gjyqtarëve të Komunitetit Serb të Gjykatës Themelore në Mitrovic, një pjesë e landëve janë bartë në gjykatat e ndryshme në Kosovë, e një pjesë e atyre landëve është bartë edhe në gjykatën themelore në Gjakov. Nëse nuk gaboj, njëna për atyre landëve ka pas edhe hudhje të aktakuzës. Në këto raste që ka pasur aktgjykime dënuese, çfarë politike ndëshkimore ka pas? Konsideroj që gjyqtarët në përpikmëri kanë zbatuar planin udhëzuesin e politikës ndëshkimore, ndërsa për mënyrën e vlerësimit të tyre, si kryetare e gjykatës, nuk kam tagër që të komentoj. Jo, absolutisht s'po hyjmë në pavarësinë e vendimarrjes së tyre, por është një problem që është u diskutuar në krejt nivelin e sistemit gjyqësor që politika ndëshkimore është jo adekuate, sidomos kur po flasim për rastet e korrupsionit, ku madje akuza, nëse më thonë nga prokuroria, vjen që janë të njëjtit gjyqtarë që po vendosin në krejt lante të tjera, edhe po kanë një qasje tjetër, ndërsa veç në rastet e korrupsionit po kanë qasje tjetër. Apo i mungon guximi gjyqtarëve me qenë më tashpër në rastet kur vërtetohet fajësia. S'po flasim për ato raste kur lirohet, sepse aty s'është vërtetuar. Vendimet mund të atakohen përmes rrugëve gjyqësore dhe E njëjta bëhet, po besoj. dhe praktikën gjyqësore nuk e ndërton gjykata e shkallës parë. Praktikën gjyqësore e ndërtojnë gjykatat e instancave më të larta. Konsideroj që është në vlerësim të gjyqtarëve edhe matja dënimit, po du me theksu që gjyqtarët janë të lirë të bëjnë vlerësim të lirë të provave, po mënyra vendosjes së gjyqtarëve varet shumë edhe nga hetimet cilësore. Kështu që në mirëbërje të drejtësisë është ai partneriteti pandar polici prokurori gjykat. Kështu që nuk kisha me thonë që gjyqtarët marrin vendime caktune për rastet të caktuara, se është dikush tjetër që vlerëson. Patjetër, për këtë kritikë që po e bëni ju në raport me cilësinë e aktakuzave, e kanë bërë edhe shumica e akterëve gjyqësor, që ka probleme, sidomos në rastet e korrupsionit, që hetimet nuk bëhen shumë në rrafshin e hetimit penal, por më shumë bëhen si hetime administrative që përfundojnë aktakuza dhe më pas edhe gjyqtarët po e kanë vështirë me vendos. Jo, fjala ishte më shumë për këto raste kur gjyqtarët janë të bindur që është kryer një vepër penale e korrupsionit, atëherë pse dënimet nuk janë më adekuate që ta arrijnë qëllimin e dënimit, sepse po shohim një politikë të butë ndëshkimore që në fakt po dëshmon që politika në këtë rast e ndëshkimore nuk është adekuate sepse nuk është kuptuar si duket rrezikshmëria e këtyre veprave penale për shoqërinë. Dhe kjo është një problem që po besoj po vazhdon edhe po komentohet nga të gjithë partësit e sistemit gjyqësor. Kryetare, a ka edhe lëndë tjera të natyrave që kanë interes publik e që janë më të shprehura në rajonin e Gjakovës? Për te këtyre rasteve pra që janë korrupsioni, a ka raste të shumta që mund të vlerësohen si karakteristike të rastit vrasjeve, rastet të krimeve ndaj pyllit? Rastet të vrasjeve nuk ka pas shumë, përjashtimisht këtë vit e dini rastin e fundit që ndodhi. Ajo që përballen më shumti është dhuna në familje. Qysh po trajtohen këto raste? Këto raste kanë prioritet absolut, qoftë në domenin civil, qoftë në atë penal. Gjykata Themelore në Gjakovë, sa i përket divizionit civil, nuk ka përcaktuar gjyqtar se cili do merret me rastet të dhunës në familje, po është lënë ashtu siç vendos radha e smilit e cili gjyqtar i caktohet. Ndërsa në divizion civil është përcaktuar që një gjyqtar caktuar të trajtojnë këto raste e që këto viteve të fundit nuk ka ndodhur ndonjëherë që Gjakova të vënohet në trajtimin e këtyre rasteve. Kryetare, një prej problemeve tjera që e kemi diskutuar në vazhdimsi ka të bëjë me cilësinë e arsyetimeve në vendimet gjyqësore. Sa është problem kjo në gjykatën themelore në Gjakovë?
a ka kritika që arsyetimi duhet jetë më cilësor, duhet jetë më i bazuar dhe më i detajuar në mënyrë që të jetë më i lehtë për të kuptuar dhe në fakt edhe kur ta takohet të jetë më i qëndrueshëm. Vendimet gjyqësore duhet të jenë të kuptueshme jo vetëm për gjyqësorin, palët në procedurë, por duhet të jenë të kuptueshme edhe për publikun. Na me shprehim nga dishmëri që lanë të kthyen në gjykim, të marrim parasysh sidomos kritikat edhe të shoqërive civile dhe jemi të kujdesshëm në përmirësim. Jemi autokritik në këtë aspekt, nuk bën ta mohoj një të gjetur të tillë, por që jemi drejt përmirësimit. Kryetare, çysh është komunikimi juaj me aktorët e shoqërisë civile, qoftë nivelit lokal, qoftë nivelit qendror dhe po ashtu me mediat? Sa është transparente në përgjithësi gjykata themelore në Gjakovë? Njëra prej prioriteteve kryesore të gjykatës themelore në Gjakovë është edhe rritja e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, e që akteri kryesor në rritjen e besimit të publikut është edhe rritja e transparencës së gjykatës. Gjykata themelore në Gjakovë ka disa mekanizma që ndikojnë në rritjen e transparencës, të tilla se publikimi në vazhdimsi i vendimeve disiplinore në webfaqe të Këshillit Gjyqësor të Kosovës mund gjeni gjitha vendimet disiplinore të refuzuara që janë të publikuar, ndërsa ato vendime disiplinore që nuk janë të publikuar referohen tek autoriteti kompetent. Ka mekanizmi i publikimit të vendimeve gjyqësore, përjashtimisht atyre që ligji nuk i ka parapa që të publikohen. Në vitin 2018, kur ka fillu publikimi i këtyre vendimeve, gjykata themelore në Gjakovë ka pas dikun afër 400 vendime të publikuar, ndërsa nëse flasim për vitin 2025, kemi pas rritje të jashtëzakonshme të publikimit të vendimeve, ku janë publikuar 7.000 vendime gjyqësore. Mandej është edhe publikimi i seancave në webfaqet të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, njëkohësisht edhe publikimi i seancave dhe në monitoret që janë vendosur në korridoret e gjykatave, mbajtja e seancave gjyqësore në sallat të gjykimit, që është një hap që ka bërë gjykatën më transparente dhe që ju ka dhënë mundësi publikut, shoqërive civile, mediave që të ndjekin seancat gjyqësore në gjykatën themelore në Gjakovë. Ju e dini, në 2024 në gjykata themelore në Gjakovë ka ndruar objekt dhe tani pa përjashtim se cila seancë gjyqësore në seli të gjykatës themelore në Gjakovë mbahet në salla të gjykimit. Gjitha rastet, gjitha seancat? Të gjitha seancat mbahen edhe në penale dhe në civile? Në të gjitha. Një shembull i mirë që nuk e kemi në gjykatat e tjera. Këto ka mundësu objekti i ri i gjykatës. Edhe në gjykatat e tjera nuk është që i kanë në gjykatën themelore si seancë nuk mbahet kemi pasur që ndodhi një gjë e tillë. Biles kemi pas problem në mungesë të sallës sa i përket kundërvajtjes. Edhe kemi modifiku një zyre të vogël e kemi bë sallë gjykimi, kemi modifiku vetë. Vetëm shmangja e mbajtjes seancave, qoftë edhe kundërvajtje në zyre. Mandej rritjen e transparencës e bën edhe mekanizmi i kërkesave për qasje në dokumente publike. Në 2025 kemi pas 16 kërkesa të tilla, 14 janë aprovu, 2 janë refuzu. Ajo që vlen më theksu te ky mekanizëm është që në Agjencinë për Informim Privatësi nuk ka pas as edhe një ankesë vetme për gjykatën themelore në Gjakovë për mos përgjigjen në ndonjërin prej kërkesave, dhe gjitha këto kërkesa trajtohen në afatet parapara ligjore për ligjin për çastin dokumente publike, ndërsa veprimi i fundit e Këshillit Gjyqësor në drejtim të rritjes së transparencës është edhe krijimi i buletinit mujor. Në faqet Këshillit Gjyqësor të Kosovës keni pa që janë publikuar 2 buletine mujore, ai i Këshillit Gjyqësor, buletini i Gjykatës Supreme, dhe gjitha gjykatat në baza mujore do publikojnë buletinet mujore në mënyrë që publikun ta informojnë me zhvillimet e fundit
të gjykatave që edhe këto zhvillime edhe publikohen në këtë buletin dhe du më shtu që është tejet e rëndësishme që transparenca është në drejtim transparencës që bëhet edhe një hap i jashtëzakonshëm kur sistemi SMEL është lidhur me platformën e-Kosova, që ju jep qasje qytetarëve që përmes platformës e-Kosova të monitorojnë edhe lanë të tyre që i kanë në gjykatë. Një lajm shumë i mirë, një shembull shumë i mirë që do ta përdorim edhe në gjykatat e tjera për t'ju thënë që nuk është e pamundur që të gjitha seancat të mbahen në sallat e gjykimit, ashtu që është dinjitetshëm pritet edhe obligohen gjyqtarët që të zhvillojnë. Në kuptim të llogaridhënies kryetare, sa ka pasur raste të ankesave që janë bërë qoftë ndaj gjyqtarëve për sjellje të pahishme të tyre, apo edhe të stafit mbështetës, dhe çush janë trajtuar ato? Unë ka 4 muaj që jam kryetare gjykatës, po kam marrë shumë takime me gjyqtar mbikëqyrës, me udhëheqësit të departamenteve, me udhëheqësit e zyreve të gjykatës, ku në vazhdimsi i inkurajoj që të jenë të përgjegjshëm dhe punën e tyre ta kryejnë me etikë të lartë. Në 2025 kemi pas 6 ankesa me pretendime për shkelje disiplinore kundrejt gjyqtarëve. 5 për tyre janë refuzuar, të cilat janë të publikuara, dhe një është adresuar tek autoriteti kompetent, pra në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe 2 ankesa kanë qenë në drejtim të shkeljeve të pretenduara nga stafi administrativ. Në vitin 2026 kemi një ankesë për pretendime për shkelje disiplinore nga gjyqtarët, për cilën është marrë vendim dhe është i publikuar në webfaqe të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kur jemi te llogaridhënia, sistemi SMEL është një ndihmesë e jashtëzakonshme edhe tek monitorimi që kryetarët përmes sistemit SMEL mund të bëjnë për gjitha landet pa përjashtim, ku përmes sistemit SMEL kryetarët kanë qasje me vrejt gjitha lëvizjet që bëjnë si gjyqtarët, si referentet, si zyrtarët ligjor në land. Edhe është një instrument jashtëzakonisht ndihmës kur jemi tek llogaridhënia. Kryetare, me qenë se jeni tash vonë kryetare e kësaj gjykate, si gjenerate e re, po më intereson, a ju ka ra me majt në i takim hala në asamblen e kryetarëve të gjykatave? Po. Qysh keni kalu edhe qysh e shihni rolin e kësaj asambleje, sepse dihet që ka një rol këshilldhënës që është shumë i rëndësishëm për t'i adresuar gjitha problemet që i kanë në përditshmëri gjykatat. Si kryetare kam qenë pjesë e 2 takimeve të Asamblesë së Kryetarëve të Gjykatave, dhe si trup Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave, si trup këshilldhënës së koordinues dhe ndihmës në administrimin brendshëm të gjykatave, ka bë rekomandime, të cilat rekomandime në mbledhjet e Këshillit Gjyqësor i kemi pa që kanë qenë pjesë e agjendës së takimit gjyqësor, e për të cilat edhe është vendosur nga Këshilli Gjyqësor. Asambleja e gjykatave është shkëmbim praktikash mes kryetarëve të gjykatave dhe ka një rol të mirë, të thoja, në mirëbërjen e administrimit brendshëm të gjykatave. Dhe krejt në fund, në vizionin tuaj, kur keni konkuruar për këtë pozitë në krye të kësaj gjykate, çka do të ketë ndryshe në qasjen që do ta ketë gjykata themelore në Gjakovë? Çka është vizioni juaj, pra, dhe çka presin qytetarët? Vizion kam rritjen e besimit të publikut në sistemin gjyqësor, mirëbërje të drejtësisë, dhe vazhdimin edhe e një gjykate të hapur dhe transparente. Zonja Knushaj, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë intervistë me kryetaren e gjykatës themelore në Gjakovë, zonjën Fëllanza Knushaj, me cilën diskutuam pra për rezultatet dhe sfidat që janë në këtë gjykatë. Gjithu që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.